E qetë e pa problematika të mëdha shëndetësore ka kaluar mbrëmja e djeshme për stafin e urgjencës së Spitalit të Gjirokastrës. Mjeku Bled Arçela thotë se janë përgjigjur disa telefonatave të ardhura nga banorët, jo si shkak i izolimit apo lëndimit nga situata e krijuar, por për problematika të zakonshme shëndetësore. Gjatë ditës së djeshme urgjenca që në funksion të plot, sidomos në momente domethënë kur rreshtet kaluan atë pritshmërinë normale, dhe ishin në gatishmëri për çdo situatë, dhe pavarësisht se rrugët u bllokuan dhe fluksi nuk kishin fluks në urgjencë, po ju përgjigjim turni paramesh, ju përgjigj disa rasteve, disa persona të izoluar ose disa raste të tjera, të cilët u evakuan dhe u sollën në urgjencë dhe u dha shërbimi duhur, plus dhe ishe gjatë tërë kohës në gatishmëri për çdo problem tjetër që të paraqitej. Gjatë ditës së dielshme nuk ka pasur dëme, plus edhe nga ata njerëzit që mund të kenë qenë të izoluar ose në zonat ku shiu i ka përmbytur, qoftë edhe nga cëmurë kronik që mund të kenë ngelur vetëm dhe nuk kishin mundësi domethënë që t'u bëjë kujdesi. Nuk kemi pasur probleme domethënë shëndetësore, humbje jete ose rëndim ose diçka tjetër gjatë kohës kur rreshtet e kaluan atë pritshmërinë e zakonshme. Ato raste që kanë qenë problematike, urgjenca është përgjigjur, u është dhënë ndihmë qoftë në shtëpinë e tyre, qoftë disa janë evakuar dhe janë sjellë në spital, të cilët janë ndjekur në dinamikë dhe u është dhënë shërbimi i duhur, plus asaj gjatë tërë kohës urgjenca ka qenë në gatishmëri për çdo problematikë që mund të dilte, pavarësisht bllokimit të rrugëve dhe situatës së vështirë që ka qenë ditë e djeshme. Në disa raste u zhdashur edhe bashkëpunimi me punonjësit e zjarfikses për të hyrë në banesat e tyre. Që një bashkëpunim i mirë me zjarfiksen, e cila pak a shumë na ndihmojnë në evakuimin ose transportimin e personave të sëmurë ose personave të izoluar drejt spitalit ose në rastet kur kishin nevojë për lëvizje nga spitali në shtëpi, si pasojë e bllokimit të disa rrugëve gjatë ditës së dielshme. Edhe paraditja e sotme ishte e qetë për bluzat e bardha të këtij shërbimi.